Seanca plenare në Kuvend u shoqërua me debate dhe tensione të forta mes deputetit të Partisë Demokratike Luciano Boçi dhe kryeparlamentarit Niko Peleshi. Shkaqi për plasjeve ishte mohimi të drejtës për të replikuar të nënkryetarit të Partisë Demokratike Luciano Boçi, pasi ministri e Arsimit Mirela Kumbaro prezantoi projekt ligjin për Agjencinë e Arsimit. Boçi kërkoi fjalën në seancë, por nuk u lejua nga Peleshi, çka nxiti debate dhe bllokim të foltores në shenjë revolte. Për një çështje flitet vetëm një herë dhe kjo është aplikuar për nuk flitet dy herë për të njëjtën çështje, ju lutem. Dhe nuk ka pa, jo nuk keni thënë për replik. Fat dua t'i përgjigjem, dua t'i përgjigjem ministre stat, nuk thatë për replik. Jo, replika jepet, e morët fjalën dhe folët 10 minuta. Lironi foltoren. Edhe pas dy tentativave me radhë të Boçit për të marrë fjalën, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi i kërkoi të lironte foltoren me pretendimin se kishte folur më herët dhe nuk kishte specifikuar replikën, çka përshkallëzoi tensionet. Jo vetëm i refuzoi fjalën, por Peleshi përjashtoi Boçin nga salla. Lironi foltoren. Po shkelni rregulloren. Sipas nenit 64 të rregullores merrni masën e 2 disiplinore vërejtje. Sipas rregullores, nëse vazhdoni ta shkelni, merret masa e 3. Ju hiqet edhe drejta e fjalës për ditën e sotme. Ashtu. Atëherë zoti Luciano Boçi në referencë të rregullores përjashtoheni nga seanca, ju lutem lironi sallën. I menjëhershëm ishte reagimi i deputetëve të opozitës, të cilët e konsideruan shkelje të rregullores dhe kushtetutës vendimin e Peleshit për të përjashtuar Boçin nga seanca, duke i kujtuar edhe vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me përjashtimet e deputetëve. Është sinqerisht absurde nga ana juaj që nuk arrini të reflektoni në raport me një masë të marrë tërësisht në shkelje të rregullores. Vazhdoni në rregull, kalojeni në votim seancën edhe jepni drejtim. Ne, nëse ju nuk reflektoni, largohemi nga kjo seancë. Ky spekullim që bëni personale, s'ka marrë personale. Drejtën e fjalës për replikë kishte, sepse në bisedën e parë, në diskutimin e parë e ke pyetur, e do fjalën si relator apo e do fjalën si diskutant? Dhe të kërkoj fjalën si relator. Jeni dënuar me vendim gjykatë kushtetuese, jo vetëm kaq. Me që jemi te masa disiplinore, një akt i pa precedent. Ka një vendim gjykata administrative në datë 17 prill. Ka shfuqizuar të gjithë masat disiplinore të dhëna nga ana juaj për përjashtimin e 6 deputetëve të opozitës. Shkelni rregulloren, shkelni kushtetutën për faktin që ju i mohoni deputetëve të opozitës të drejtën e fjalës. I referohen në një vendimi që s'ka lidhje me masat disiplinore të kryetarit të Kuvendit, absolutisht. Në shenjë proteste në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, deputeti demokrat Belind Kolliçi njoftoi braktisjen e seancës. Atëherë ne kemi vendosur si grup parlamentar të largohemi në shenjë solidariteti. Zoti Kolliçi, kemi seancën e braktisën edhe deputetët e Partisë së Lirisë.